Mirëmbrëma dashur televizikues, mirë se vini në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene këtu në ACTV USA. Kësaj herë në pjesën tonë të parë do të kemi të ftuar një grup pune i cili përbëhet nga profesor Gjek Gjelaj dhe ish kandidati i Partisë Republikane Nick Gjonaj, të cilët kanë si qëllim të risjellin veprën e Gjergj Fistës, ose më saktë duhet të them kryeveprën e tij Lahutën e Malësisë. Një botim i rivlerësuar dhe i cili i jep respektin e plot që kjo vepër meriton për figurën tonë kombëtare. Në pjesën tonë të dytë, ndryshe nga e zakonshmja, unë do të jem personalisht i ftuar në emisionin Studio e Hapur nga gazetari i ACTV-s Luis Gjokaj, ku mes nesh do të kemi kandidatin aktual për Kongresin Amerikan, zotin Robert Lulgjuraj. Çdo të shtu në mbrëmje na ndiqni në emisionin Qëndrim, për arsye se kur ne mbajmë qëndrim, kontribuojmë në mënyrë aktive dhe të drejtë për së drejtë në zhvillimin e komunitetit tonë. Faleminderit. Atëherë ja ku nisim këtë pjesë parë në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene këtu në ACTV USA. Dëshira t'i uroja mirëseardhjen profesor Gjek Gjelaj. Mirë se vini në studio në emisionin Qëndrim. Ju faleminderit dhe jam shumë i kënaqur që gjendem në mesin tuaj dhe gjendem në mesin e bashkëpunëtorëve të mi, zotni Sinishtaj, bashkëshortën time Ritën, piktorin e komunitetit Noa Gjelaj dhe Nick Gjonaj, dhe dishoj që ta shfrytëzoj këtë rast që të falenderoj profesor Edward Alikon dhe mbar stafin e tij për ndihmën dhe përkrahjen e tyre që nga fillimi që ka lind kjo ide, e sidomos për këtë mision që na bën të mundur që të depërtojmë në komunitetin shqiptar me këtë ide të ribotimit të kryeveprës të letërsisë shqipe Lahuta e Malësisë e Gjergj Fistës. Për më prezantua unë shkurtimisht, shumë për ju shumë më njohin, dinë se kush jam një edukator, 37 vjetë punë, profesor i psikologjisë, i shkencave fizike dhe i biologjisë, dhe në njëjtën kohë edhe kam drejtuar edukatën fetare pranë kishës Zoja Pajtore. Jam i apasionuar për vlerat shqiptare, e adhuroj atë Gjergj Fistën, adhuroj Shqipërinë sikur vendlindjen time. Babgjyshi im ka dhënë jetën për flamurin në Deqiq dhe shpresojmë se gjenerata juaj e reja do të mësojë diçka prej këtij misioni dhe do të jap premtimin që mos të harrohet. Lahuta e Malësisë është Iliada e popullit shqiptar. Unë ju falenderoj juve dhe jam shumë i kënaqur me kanë në mesin tuaj. Falenderoj shumë. Atëherë do të kem dhe Nikolas Sinishtaj. Shiko, roli yt si ish diplomat është shumë i rëndësishëm për mua kur flasim për Fishtën. Se unë Fishtën nuk e njoh si thjesht shkrimtar, nuk e njoh unë Fishtën e njoh si diplomat. Ajo është roli që unë i vlerësoj më shumë Fishtës. Ai është kontributi më genial që ka dhënë Fishta dhe duke pasur në studio një ish diplomat për veprën e Fishtës është perfekte për mua. Çfarë tjetër? Mirë se vini një herë dhe ju falenderoj që pranuat ftesën dhe çfarë tjetër mund ta thoni për karrierën tuaj. Zoti Tedi, mirë se kem gjetë. Falenderoj stafin e ACTV dhe ekranin e saj që përhap emisione të bukura këtu në diasporë për të gjithë aktivitetet dhe njerëzit dhe gjanat e shqiptarizmit që ekzistojnë këtu. Vërtet se po Gjergj Fishta ishte një diplomat dhe një nga themeluesit e asaj rilindje kombëtare që i mor pjesën për konferencë të ndryshme për një Shqipëni të lirë dhe një Shqipëni shtet. Po para se ishte një diplomat, ishte edhe një themelues i asaj kulturë evropiane shqiptare dhe gjuhës e letërsisë shqiptare që duhet nga rilindja shqiptare. Se para ty të dini se Shqipënia ishte një vend i sunduam 500 vjet nga një okupator që e la pa shkollë, pa literaturë, pa kurrë, ashtu që Gjergj Fishta i la frym prap gjuhës shqipe, i la emën prap asaj Arbëni që kishte hup për 500 vjet. Ishte ndër themeluesit e Kongresit Manastirit ku themelohet gjuha shqipe për herë të parë pas atyne 500 vjet robnie dhe jo vetëm me Lahutën e Malësisë që është kryevepra e tij që bani për afër 30 vjeç me shkrua dhe e përfundoi disa vjet para vdekjes së tij. Ishte një njeri që la një themel
të mbarë gjuhës shqipe. Do më thonë, besoj që edhe kjo gjuhë që e kem standardizuar sot, se unë e kam në shtëpi për shembull një Oxford Dictionary e gjuhës shqipe, që është përkthim shqip-anglisht, dhe nga ato fjalët e vjetra që ndoshta as sot nuk i përdorim, se e kem standardizuar të shqipes, kur e sheh në fusnot se nga vjen burimi e asaj fjalë është nga shkrimet e gjergjfishtës të fjaloret shqip. Do më thonë, ky jo vetëm se ishte një diplomat që pothuajse na shpëtoi, na krijoi, më falni se po e përdori një fjalë anglisht, një nation state, po ky na shpëtoi gjuhën, na shpëtoi literaturën dhe ishte shumë i rëndësishëm pse i përdorim edhe këto germat latine që i përdor edhe Evropa, që i identifikohen mes literaturës tonë si një popull evropian. Dhe mua më vjen mirë që e risedhim atë Shqipen e vjetër, se ajo është Shqipja origjinale. Kjo është Shqipe moderne e ndryshuar, ajo është Shqipja që shpjegon shumë fjalë, ajo është Shqipja që po tund edhe ata fëmijët tanë sot për përardhjen e vërtet të atij gadishulli. Vazhdojmë me mësuese Rita Gjelaj. Është një profesion shumë i rëndësishëm të transmetosh dijen te brezat e ardhshëm. Vjen mirë që një pjesë e këtij grupi pune, çfarë lidhje mund na thoni për karrierën tuaj edhe për të nisëm që jeni bërë pjesë. Faleminderit shumë, është mos e vërtetë të kesh një rol kaq të madh me të cilat do të lësh gjurmë në jetën e të rinjve e të fëmijëve shqiptar. Jam mase e lumtur, e një veten shumë të gëzuar, shumë të lumtur që këto me pranuan të jenë pjesë e grupit tëre, sepse, siç e thanë, Pater Gjergjfishta është jo vetëm ai me cilin simbolizohet Shqipëria, por simbolizohet edhe bukuria, trimëria, besnikëria e femrës shqiptare. Shumë njerëz ndoshta nuk janë, besoj që njerëz që janë të akademisë e dinë shumë mirë çfarë rolit dhe çfarë vlerat i ka dhënë Pater Gjergjfishta gruas shqiptare, duke filluar që nga Teuta, pastaj me Efrosinën e Janines dhe me Tringën në këngën e 22 që ja dedikon Tringës së Malësisë, duke e thurur atë me të gjitha virtytet më të bukura shqiptare që ka vajza shqiptare, vajza malësore. E për atë arsye e një veten shumë krenare që t'jem pjesë e kësaj iniciative dhe më tepër se këtë dua të theksoj diçka. Rinia jonë shqiptare që kemi sot në komunitetin tonë shqiptar është një rini shumë e dedikuar ndaj patriotizmit dhe kulturës shqiptare. Unë i kam vënë re sepse jetoj edhe punoj së bashku me rinin shqiptare. Kanë dëshirë shumë të dëgjojnë muzikë që është patriotike, të dëgjojnë mbi herojt dhe të mësojnë mbi herojt shqiptar. Kanë dëshirë dhe vlerësojnë shumë veshjen tradicionale shqiptare dhe të kemi lahutën e Malësisë, e cila do të bëhet një hap për të frymzuar ato edhe në 110 apo 200 vjet të tjera, sepse si që shihni ai është një botim që është bërë këto në Amerikë përdorin fjalën paperback, po ashtu ishte atëherë koha, edhe i bërë jashtë Shqipërisë, të jetë një ribotim i cili ato ta vlerësojnë jo vetëm për punën edhe çfarë Gjergjfishta, Gjergjfishta është për Shqipërinë, por që ta kenë si Biblën e dytë në familjen e tyre, sepse aty në të është mbarsh historia e Shqipërisë. Aty në të ato gjejnë mbi historinë e gjithë heronjve dhe heroinave shqiptare. Dhe ndjej veten shumë krenare për këtë gjë. Është vërtet roli që përmendet për Fishtën, për konceptin e gruas shqiptare, dhe ka qenë një rol që Fishta sigurisht jo kot i ka shuar dhe ka pasur kontributin e tij, për arsye se ka qenë kjo temë edhe një kur themel në ruajtjen e historisë së sotme. Pra në shumë trashëgimi kulturore, të cilat sot vërtetohen vetëm se në ato pllakat, në ato mbishkrimet e vjetra janë përmendur gra. Dhe në kohën e ilirëve vetëm
Po, vetëm kultura i lirë kishte respektin për femrën, dhe vetëm në kulturën e lirë flas në krahasim me fqinjët, sigurisht nuk flas për Azinë e anëve të tjera, vetëm në kulturën e lirë një grua mund të bëhesh edhe mbretëresh, mund të kapte çdo lloj posti të hierarkisë. Dhe kështu vazhdojmë tek fishta dhe vazhdojmë edhe sot të kontributi që vazhdon edhe jepet. Falenderoj që ishe në studio, do të kem një historian, një artist, piktor, Nua Gjelaj, edhe antar i shoqatës Jona Malsis, edhe krenar kësaj. Faleminderit. First, I'd like to reiterate and thank, as my previous friends mentioned, ACTV and, of course, Professor Ligo and yourself. Thank you for the opportunity to speak on this great subject matter. We certainly speak about Fichte being a great diplomat, but I, as an artist, see him as a great artist, as a poet. And so if you really look at his work, he fused all of it together. Politics, history, but all in all, his force is a great work of Western literature. One of the great epics of European literature, in which he, being an educated man, when he went, well, as a young man, when he got educated in Bosnia, in Sudjeska and Livno and other areas, he was exposed to Latin culture, to Serbo-Croatian culture, and all the benefits of European Western civilization. And that was an inspiration for him, as an artist, we need inspiration to create. And he had the materials. But as a diplomat and as a political leader, he also said, how can I fuse my joy in poetry and in my culture and for politics? Because technically it's also a work of great propaganda. Because Yahuda Malsis, why did he choose the Southern Slavs as the main opponents? He didn't choose the Turks. He didn't choose the Turks because, you know why? He knew the Turks was a dying empire. But he knew our main threat, once the Turks leave Europe, we're going to have to deal with the Serbs and others who will try to take our land. So I got to create a national epic for my people to inspire them, and also for the world to know who we are, how we are indigenous, we are autochthonous, we are people of this land, and we deserve what every other nation deserves is respect. Është vërtet koherenca që përmende mes veprimeve që ka bërë Fichte. Sigurisht është strategik, siç e thash, dhe prandaj edhe ju referova rolit të diplomatit. Jo se doja të lija jashtë artit, po se doja të përfshija çdo vepër dhe çdo kontribut që ai ka dhënë. Do të kem edhe një tjetër në studio, zotin Nik Gjonaj, do ta prezantoj si aktivist çështjes kombëtare sot. Dhe të falenderoj që jeni me ne këtu në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për te Teddy. I'd like to thank Edward Aliko. It's great to be here. A special thank you to you, Dr. J.D. Thank you. Initiating this great Thank work. you. Po flasim shqipe dhe anglisht dhe na kuptojnë edhe këta që e këshyrin programin e bela se kuptojnë mirë shqipen e kem pa lëna ashtu, por çka me tha për Gjergj Fishtën? Shiko, unë The Albanian Homer. There you go. Shkurt, The Albanian Homer. Tash na kem filluar këtë projekt. do të dalë të projekt. Do dalë sepse dua të përmend pak emrin lidhja e miqve të art Gjergj Fishtës në diasporë. Një iniciativë, një grup pune shumë interesant. Tani si nisi ky grup pune? Pra, kush nga ju qenë nismëtori dhe si u bindi, pra si u frymëzoi që ju të bashkoheshit? Jo, është pyetje për ju. Me të gove drejten vetë kam marrë si pak vonë në këtë projekt, po e di se tash 30 vjet, një jam gabim, Dr. Gjela e ka fillu e ka pa e këtë si andre, ka pa e këtë motivation, labor of love, si që tohet. Edhe këto vit që ja bashkua me Nonin e me Nikolasin e me Steve Gjelovshaj e me gruan Meritën kanë fillu atë na si para disa muaj më kanë thirrë mua për një anë për që kam mundi me një muaj. Edhe ma mirë kjo pyetja për profesorin se kjo e ka filluar. Jam nderuar më
Faleminderit. E kemi së bashku. Ju të ngushtojnë ligjet e pyetja, se ju keni më saktë mbani një përgjegjësi shtesë. Dhe ju mbani përgjegjësi që na tregoni pra sa besoni tek ndryshimi që kjo iniciativë e juaja sjell në komunitet. Falemnderoj edhe një herë grupin, falemnderoj zotni Qonaj, edhe ku marri dashton i shpison, edhe do të falemnderoj edhe nipin tem Stivi Gjeloshaj, ose Stivi Zefi, antari kishës Shqatëshën Palit. Dishaj të falemnderoj edhe klerikët shqiptar, dom Fred Dekalaj, dhe dom Dino Çakrezin, edhe dom Giovanni Kokonin, të cilit me duar hapun e kanë përkrah këtë iniciativë. Për me i ra drejt për drejtit dhe shkurtimisht, nëse me lejoni të marrë atë librin aty, t'ja të regoj po originalin. Kjo duhet të din teleshikiusit, e din bashkëpunëtorët dhe shumë prej miqve mi, ky është një amanet i Pater Daniel Gjeçaj. Unë kom pas fatin edhe bekimin që gjatë studimeve mia teologjiko-filozofike në Vatikan të bashkëpunoj dhe të bashkëjetoj me autorin Lahutës së Majtësisë, botimin 1958-ës, ku ai vepronte dhe jetonte së bashku me Don Prek Nervosha, sikur prefekt i emigracionit shqiptar në krejt Evropë. Ai ka qenë edhe në Shtetet e Bashkuara si në vizitë. Fjalët e tij kanë qenë drejt për drejt i majnan sikur sot, në 1974 gjek mos e harro. Kjo është vepra kryesore, bani diçka që kjo të përtrihet. Kjo ishin fjalët e Pater Danielit. Sikur se mi ka lënë amanet Pater Kolberishaj në kryeveprën e tij në Nero Burnim në Maletona, dhe kemi botuar ofisi gjele para disa viteve, ashtu kam ndruar që edhe kjo kryevepër, para se unë të mbaroj shtektimin tim në këtë jetë, të realizojmë dëshirën e Pater Danielit, dëshirën e franceskanëve, dëshirën e adhuruesve shqiptar të fishtës, dëshirën e atyre që nuk e njohim, për ta njohur burimi vërtetës, bukurisë, sikur se tha bashkëshortja ime, bukurisë gruash shqiptare, burrë shqiptar, tremnis, mikpritjes, zemërgjënësisë, diturisë, çfarëdo virtyti që ka një njeri i qytetërimit evropian e ka shqiptari. Edhe është i gjithmonë, domethënë i ruajtur në këtë libër Lahuta e Majtësisë. Pra, një ëndër që do të realizohet. Unë besoj në mrekulli, por në të tepër besoj edhe në vullnetin e bashkëpunëtorëve mi, bashkëndisëve, një prej tyre është edhe profesor Aliko, më ka premtuar që me gjitha fuqitë e tij do të na përkrahin. Ka lind, domethënë, prej asaj dëshire që realizohet. Faleminderit artistit të komunitetit dhe kushirit e në Gjelaj, e shifni në prototip, është një gjë e mrekullueshme, është e zmëllume, do të bëhet ajo, si tha prapë e përmendës bashkëshorten time, do të bëhet përmendje dhe zotni Sinishtaj, do të bëhet Bibla, një Bibël, domethënë jo Bibël, por e ngjajshme në Biblën, se Bibla nuk Libri i shenjtë do ta them. Libri i shenjtë, pastaj varet kush na ndjek. Ndash Bibël, ndash libri. Si të dush. Po, në atë rasin, libri i shenjtë. Po, në literaturë thirret vademecum. Vademecum, domethënë, kjo duhet me udhëtuar më gjithka shkoj. Ky botim është për ju, është për trit, është për trejat, për motrën tane, për djalin të që do të vinë. Këtu do më jemi ju përgjigje. Okej. Se drejt. Një sekond. Se më folët për amanetin, më folët për ëndrën, më folët që e keni marrë me guxim dhe me plot energji me ç'po shoh. 100% i bindun. 100% i bindun. Nuk ka kthes mrapan. Bravo të qoftë, nuk ka kthim mrapa, për ta çuar deri në fund punën. Absolutisht. Absolutisht. Kjo i jep atyre që na ndjekin një njësi krenarie. Krenaria është karburant. Po, karburanti duhet kur ka makineri. Tani le të flasim pak për makineritë. Çfarë dua të them me këtë? Si konkretisht
do të kontribuoj kjo gjë të rinjt shqiptar këtu. Pyes për Miçikanin. Nuk po, edhe pse veprat e fishës vlen për shqiptarët në gjithë botën, madje jo vetëm për shqiptarët, vlen për çdo qendje njerëzore në gjithë botën. Unë po pyes për të rinjt shqiptar këtu në Miçikan. Si mund të kontribuoj që ata të fillojnë të njihen me figurën e Gjergj Fisës? Sigurisht është një figurë që njihesh pak nga pak, sepse me një moshë të re nuk mund ta kuptosh të gjithë genialitetin e gjës. Por janë shumë aspekte të ndryshme të cilët ata mund ta njohin figurën e Gjergj Fisës. Aspekti i parë mund të jetë ai letrar. Aspekti i dytë mund të jetë ai historik. Aspekti i tretë mund të jetë ai i traditës, i kulturës dhe i virtyteve të shqiptarëve, si trimave shqiptar, ashtu edhe trimneshave shqiptare. So, të rinjt shqiptar e kanë dëgjuar për tringen nga gjyshrit e tyre, ka qenë një burnesh malsore që ka luftuar krah vëllezërve edhe papës saj. Aty mund ta njohin edhe më mirë, sepse Patër Gjergj Fishta ose Gjergj Fishta ka përdorur fjalë të spikatuna, i themena ka ana e Shqipërisë Veriut, fjalë të spikatuna kur e ka përshkru tringen e Malësisë, ka përdor fjalë të spikatuna kur ka dashtë me kallëzu tradhtinë e Evropës ndaj shqiptarëve. Edhe kur i dëgjojnë e kur e lexojnë këto, ato me të vërtet ne jemi qenie njerëzore. Kur e dëgjojnë për një autori i cili e ka përshkruar në ato fjalë, me të vërtet na bën ta njohim veten edhe më afër, jo vetëm autorit, por edhe më afër, siç e thash edhe më përpara, kulturës edhe traditës edhe gjuhës shqiptare. Edhe shumica e fëmijëve tanë këtu e flasin gjuhën gegnishte, nuk e di atë ka mundësia të takohesh me to, ato nuk flasin gjuhën e imponuar letrare shqiptare, ato flasin gjuhën gegnishte. Unë marr për shembull djalin tim të vogël. Ai shumë më mirë e lexon vargjet e Gjergj Fishës se lexon një libër që është shkruar në gjuhën e unisuar. Kështu kemi thënë dikur atje në Shqipëri. Ai e kupton shumë më mirë këto vargje se sa atë. E dyta, ato i dëgjojnë këngët nëpërmjet artistëve shqiptarë që kanë thurë këngë. Ato artista janë soqshëm, por ta dëgjosh atë këngë dhe ta lexosh nga një njeri, një patrioti që e ka përjetuar disi në kohët më të vështira të historisë shqiptare, të bën të jesh edhe më afër, të bën ta njihesh veten edhe më patriot, të bën ta njihesh veten edhe më shqiptar. Edhe dëshirën për të kenë afër literaturës, afër muzikës, afër çdo gjë që e ndjen ata në zemër si shqiptar. Vazhdojmë kronologjikisht, jo sipas radhës, sipas logjikës bisedës. Pra ishin të tri. Dakor. Janë vërtet më vjen një i keni menduar mënyrat se si kjo gjë do të shëndis interes tek trinj, si do të bëhet lidhja me trinj, sa e rëndësishme është për trinj, edhe vetë fakti që ju i përdorë dhe thatë që është më tepër nga të gjithë është për ta, tregon që jeni të organizuar në një mënyrë të mirë, pra dhe jeni duke synuar aty ku vërtet ka të ardhme. Tani, për ju, një ish diplomat, do pyes gjëra. Du më thuash pak çfarë mendimi ke lidhur me jo vetëm për veprat e Fishtës, për veprat për çdo vepër, për patriotizmin mbase në përgjithësi. Pastaj ti elaborohet e Fishta është pjesa jote. Në përgjithësi, si mund ta bëjmë komunitetin që mos jetë vetëm folklorik, por të bëj lidhjen që patriotizmi meriton për të ardhmen. Pra jo thjesht si mësim historie, por të dalim vërtet të komponentet e të ardhmes, të dalim të roli i patriotizmit në ekonomi, të dalim të roli i patriotizmit në një shtet fort ose në një komunitet fort, sepse këtu nuk është shteti ynë, por në një shtet fort për shtetet mëmë, pa dalim të role të patriotizmit që rinia kur i mendon thotë ore, patriotizmi vleka, nuk që ka mësim historie i bezdisshëm, jo, dua ka për të ardhmen. Si mund ta bindim shoqërinë për të arritur këto komponent, ose sa të rëndësishme janë të paktën? Unë besoj se patriotizmi është shumë më rëndësi. Do me thënë, vetë atë Gjergj Fishta ka thënë që feja është një gjë personale e cila
shërben për shëlbimin e shpirtit tënd, kurse kombi është mbi të gjitha. Edhe në vetë traditën e katolicizmit, dhe më thë para Vatikanit II, si foshnje nuk ke pas leje mu fut në kish pa u pagzojher, pa u ba katolik, dhe më thë Zoti të lind dhe të ban shqiptar, pastaj ti e merr atë fe në tënde dhe vazhdo jetën me atë fe që të pëlqen. Patër Gjergj Fishta në këtë kryevepër të mëson shumë vlen tek burrat edhe tek gratë. Kush është figura që ju nep aty në burrave e që ju ushqen me trimni është Zana e Malit. Do më thënë, vetë ky libër, me gjithë se i shkruar nga një prift, nga një atë katolik, i ke ata herojt që ushqehen nga një figurë pagane, që është Zana e Malit dhe femër, ajo në forcë. Edhe nga thirrjet e Fishtës, bashkimin e shqiptarëve. Edhe është i klithëm mbar kombëtar, pa e marrë parasysh fenë. Kjo është i libër e bashkimit, se përkundrazi me i shqicua librat e ngjashme të rajonit, do më thonë ata fokusohen në një fe dhe ndoshta urrejnë një fe tjetër, kurse kjo është një urlidhës nërmjet fenave që janë shumëta në Shqipëri. Për shembull e ke herojin Oso Kukën, që thot për dinë për iman të bajqet kja e zeza nanë. Dhe e ke në tjetër e nanë Palok Gjokën, që thot Palok Gjoka i fort i djallë që në dorën e ban kryqën balë. Dhe me thanë, të dy herojt e Shqipënis, të dy janë të fenave të ndryshme, por me atë idealizmin e Shqipënis të udhëhequr nga ajo zanë që e ajo nanë Shqipëni që i ushqen këta trima. Ky libër e kjo kryevepër vlen për të rijit, pse edhe sidomos ky edicion, se çdo i ri që ka një pasion për diçka, e ka një pasion për kohë, pak a shumë bela ka me nis me baj kolekcion, ose me çifte lija, instrumente, libra, ka me dasht me i pas në kolekcion. Sot për sot këto janë të rralla. Pa shkuar në bibliotekën franceskane, ndoshta mundesh një ribotim me i gjetë diku, por këto originalet nuk mundesh me i gjetë. Ky ribotimi i 58 sa shumë me rëndësi, sepse i ka ato argumentet historike në ta, i ka ato fusnotet, edhe është kjo vepër të shpjegon se kombi jon është një tragjedi shakespeariane, edhe është shkruar me në ritëm si një libër i Shakespeare-it. Do me thonë, fillon me atë merë që e ka kombi shqiptarë. Më ndimbo, zotë si më ke ndimua 500 vjetë kishin kaluar që të bukurin këtë Shqipëni, turku më mante në robnije, me ju dhimt minit në mur, me ju dhimt gjartnit në ngur. Dhe përfundon në thotë, që për natë të shkjeve të Balkanit e për gazetë ati sultanit si premtua kishtë Perëndia prap zojmë veti duel Shqipënia. Do me thonë, kjo kryevepra i nep shpres kombit shqiptar, se edhe sot e kësaj ditë fatkeqësisht jemi damën shumë shtete, e kem një situatë të mërshme, e kem një Kosovë pa mvarun, që akoma nuk guxon me u bashkua me nanën Shqipni, që e kërcënon dita ditë, se kërcënon i Serbi agresor, që ka tentua edhe se e di se gjata pak po kthehem të pyetja jote, se vetëm deshta me ta treguar i fije këtë pasionin që e kam për këtë kryevepër, edhe se si kjo kryevepër na nep shpresë në një, se do me thënë historia e popullit shqiptar është e shkruar me gjak, është e shkruar me tmerr, është jemi popull i dëbuar, po jemi në mërgim, por jemi dëbuar prej trojve tona. A prej slavit, a prej situatës politike në vendlindje, na jemi një popull i mërguar. Edhe do me thonë, populli i mërguar, sidomos tek shqiptarët, që është Faik Konicës dhe Fanolit, dhe me Vatrën, do me thonë, diaspora është kënë
motori i patriotizmit në trojet tona etnike. Do me thonë, patriotizmi në kulm e patriotizmi i vërtet, a i bjeton vetëm në vendlindje. Aty vetëm çon pesh, aty vetëm luar rol. Se do me thonë, patriotizmi në fund e ka vetëm një fund, dhe ai fund është bashkimi i trojeve shqiptare. Në një shtet shqiptar, në një shtet të pavarur, në një shtet laik, në një shtet modern, në një shtet me gjitha drejtat humane, me një shtet që i me ja pas lakmi Evropa dhe Perëndimi, si i popull original i Evropës që jemi. Dhe fatkeqësisht në trojet tona, liderat nuk po janë në atë nivel që unë mendoj se e meriton ky popull. Ky popull ka që i vojtur. Tash do me thonë, edhe në këtë kohë të lirë të jeshtë i rëbnuam në tokë të vetë. Ju e thoni me diplomaci, po e them unë që nga s'kan lidhje fare liderat tanë me popullin që kanë, dhe nuk e meritojnë fare të jenë natyral ku janë. Unë të falenderoj për fjalët e bukura, sepse janë shumë e vlerë për të përcjellë shikuesve pasionin që keni në këtë punë, se ka shumë rëndësi. Që ata, sepse janë dy opsione, ata thonë këta kanë hyrë, do votojnë sa kopje, e kuptojnë është dhe ky është interesi i tyre. Ndërsa ky flisti nga zemra vërtet, edhe ata që na ndjekin dhe shikojnë atë sinqeritetin dhe quajnë vlerësoni vërtet punën që bëjnë. E cila portret në kvalitet. Tani, do më thoni pak për vizionin e grupit tuaj. Cili është vizioni? Kush dëshiron? Vizioni për këtë projekt, jo vetëm rivotim, po është një rilindje. It's the bridge between the past and the future. Që ta shoqin këtu në leja rritën në Amerikë, se ka tërhjek lehut e malësisë. Sa vetëm? Keme qina shqiptarë që ka këta. Para gati 20 vjetë, 15 vjetë, Robert Elsie, a këti e emni. Robert Elsie. Përkthyes, albanologist. Ka ba I, what would you call that in University of Michigan? Symposium. Ka ba I lecture. E ka ba për lahutën e malësisë. Vete, këj jem kebelaje 5 shqiptarë. Po krejtësisht në ka një 5-6 studenta, Amerikanë, prej tanante e botës. Kur folte ai për kulturën heroike e shqiptarëve, kur folte për Dexhelunin, Marashucin, ose Kukën, ta kanë me natër. Na presim shirë, ku mund me blej këtë libër? Fatkeqësisht, thotë s'kem shtetje prej shtetit, s'të në një mua. Kem shkomenje sa mundit me ka kjo botim, kjo translation. E la 50.000, e la 20.000. Kur mas që kjo jo, kem folë me Robert Elsie, kem shkoa, kem hangër lunch aty. Thëm, po sa mundit me ka kjo vetë? $14,000. Me të habitu, $14,000 for the first translation in English. E la ka ba, si ljukët, se kek nishtë, e u ka thënë aty në studentëve, it's like Shakespeare. It's like Shakespeare. Ka vënua sa 3-4 vjetë me përkëthyre. Edhe faleminderit Zotit, faleminderit komunitetit këtu në Michigan, jem bashkua, I kem bashkua të pare, ja kem nisë, e sot e kësaj ditë, ka meta jo tash në botim. Ekziston botimi I përkthyer, Po, Highland Lutheran. Por kjo, si ta çfarë, nuk ka vetëm një ribotim, po e këshirim si I rilindje. edhe më falë se po ndërhyj se fakti është që në 2 anë të kufinit, gjatë periudhës të komunizmit, kush e ka pas një kopje të këtij librit është dënuar me burg. Do me thënë, nuk e guxuar as në Jugosllavinë e atërshme, as në Shqipërinë e komunizmit për me recitua vargjet e këtij librit, as me tash arsyeja do të jetë kush e din çka është kënd arsyeja, por komunizmi ka bën gjana edhe pa arsye, po vetëm të dish se kemi dëgjuar na prej plesëve tanë dhe sigurisht ti ke jetuar në atë shtet dhe e mban mend ti
kur është kënd rrepsisht e ndalume. Absolutisht. Ti ke si kumar, unë I kam shok, familja e Pregzgjonit, kur u arrestuan tanë si familje, ja u qetën lahut në malësis në shtëpi, dhe do me thanë, kjo është kënë si një evidencë kundra asaj familje, pse kishin këtë libër kaq me rëndësi kombëtare, pse mbajshin në shtëpi atë libër. E vërtet. Rita, ti folje diçka pa në Po si, në Shqipëri nuk ka qenë burgim, Shqipëri ka qenë pushkatim. Ato nuk e kanë marrë, atë sidomos në Shqipërinë veriore, ka qenë dënim me pushkatim në qoftë se ti do ta kishe në shtëpi edhe në qoftë se ti e përdor me familjarët e tu në shtëpi. Atë jam dëshmitare sepse e di. Njeriu që është pushkatuar sepse është gjetur ndër libra që kam shehur lahuta e malësisë, edhe është pushkatuar në sy të familjarëve. Pse kanë Për të me të merua. Prishti të merrin edhe tjerëve që kështu do të ndohë. Kanë pas frikë nga kjo vepër. Kanë pa frikë. Do të regon frikën. Dhe zoti Tedi, mas ndryshimit të sistemit komunist në Shkodër, mos jam gabim kur është çuar mesha e parë në Varrezat në Shkodër, ka nis me recitua një aktor dhe I ka harrua vargjet. Dhe nga populli kanë nis me recitua njerëzit që I kanë baj për menç, do me thënë gjatë, pa e pas këtë libër, ndoshta edhe një kanë pas e kanë majt në shefun, por do me thënë që e kanë pas kanë në mend, do me thënë ka mbijetuar në zemër të popullit me gjithë se ishte rrepsisht e ndaluar gjatë asaj periudhe. Shiko, do ju pyes juve sepse kjo është një pyetje e lidhur me art, që Gjergj Fishta ka transmetuar nëpërmjet gjithë vëndaristik. Ka shumë shkrimtar, ka shumë vepra, ka shumë këngë nga vende ndryshme të botës. E kupton? Jo vetëm ne, por edhe popujt e tjerë kanë nxjerrë koka shumë të madhe. Çfarë e bën Fishtën unik? Ose veprën e Fishtës, çfarë e bën ndryshe? Këto janë diferencat nga veprat e tjera të popujve të tjerë, të shkrimtarëve të tjerë, të aktivistëve të tjerë, të veprimtarëve të tjerë. Good question. What makes Fishta's Lahuta Malësis unique, the epic, is that like other countries, say like with England in the 19th century, Beowulf was extremely important for national identity. But that was written like 1200 years ago. Say more recent, and Fishta would have known this, say like Finland, they have the Kalevala. And that thing was composed Kunda Rusi, when Finland was trying to be independent from Russia. So the idea of the national epic is also a powerful political unification for people, particularly against oppressors. And so Fishta knew this. And unlike Homer, that lived 300-400 years after the war of Trojans, Fishta lived through much of what happened. So what he did is he was able to fuse the actual historical events with mythology and with certain patterns. And this is a great point. All these other epics have one or two heroes. Now, in Lahuta Malësis you have several minor heroes, but no one overall hero. And what did Fishta say in his own words? That the true hero of Lahuta Malësis is Albania herself. And so Fishta knew this, and it was a great tool because all these other countries are unified. Germany is unified in 1870, Risorgimento in Italy in 1860. They all had their mythologies. You can go back 2,000 years, because some say, I think, Fishta is our Homer, but he's also our Virgil. Because Virgil, 2,000 years ago, supported by the emperor, basically wrote a historical epic to show the origins of Rome. That goes back even during the time of the Trojan War. So it was also political propaganda. And Fishta was a great genius, where he did mixed art and politics and education all in one. Because he was more than just a poet. He was he was a giant of his time. There's no other way to put it. And as an artist, I know where he's coming from, because Fishta's famous for being Fishta. A lot of young people go, wait, Fishta, yeah. But they don't know why he's famous. Well, this book made him famous during his lifetime around Europe and the world. So as an artist, if you want to impress me, so I can live on, publish my work.
And so, as the greatest testament to Fishta is, That's all right. let us republish. That's right. Për sa kopje do të bëni? Okej, faleminderit me vend artisti i komunitetit dhe Zotit Bekoft. Unë dishoj ta shfryzoj këtë minutë ose minutat e fundit, bela nuk e mende, por i kom dy gjëra të rëndësishme. Numër 1, dishoj ta përsjell falënderimin provincialit franceskan, një miku tem të kahershëm, Patër Gojçaj, Patër Pashko Gojçaj, i cili gjendet në Shkodër dhe udhëheq rendin franceskan sot si në Shkodër, në Shqipëri, ashtu edhe në Maltezi. Ai ka qenë aq zemërgjan dhe aq i gatshëm sa me ka dhënë me shkrim autorizimin për atë arsye se sipas ligjit që është shtatin në fuqi në Shqipëri nuk mund botohet as nuk mund ta botojë kurkush përpalaje të rendit franceskan. Pra falënderimi im është drejt për drejtit i Patër Pashkut, Zoti i falë shëndetin dhe Krishti rit pushtetin. Numër 1, 2, dishoj që ta njoftoj komunitetin, të njoftojmë ata që janë të interesuar se ky ribotim, pra vendimi i marrën, nuk ka kthim mrapa, majsorët nuk dorëzohen kur dalin në front për pa vdek, asna nuk do të dorëzoheni, por thrasim miqt dashamirët, adhuruesit e atë Fishtës që në bashkangjitën për me bën këtë botim pak më të lehtë. Janë marrë vendimet që do të botohen 5.000 kopje të prototipit sikur ashtu. 1.000 kopje do të shkojnë në rendit franceskan në Shqipëri dhe në Malsi, tjera do të jenë të transportuar aty dhe ashtu si neve të vendosim. Këshilli kuptohet i lidhja e miqve të atë Fishtës në diasporë. E kemi themeluar këtë shoqëri, këtë iniciativë është vëllosur, e kemi vërtetimin për IRS dhe të gjitha ata që dëshojnë me dhënë kontributin e tyre, aty ne do të shohet vërtetimi 501c, dhe më thënë certifikat që 100% ata mund të deduktojnë të dhënat e tyre për këtë botim në fundin e vitit në taksa të ardhurave vjetore. Është shumë më rëndësi që ta dinë shikuesit tuaj, të nderuar shikues, që kjo nuk është një kërkesë paresh, nuk kërkojmë, nuk do të bëjmë asnjë profit, asnjë mon penny. Të gjitha që të bashkohen, të gjitha dhurata që zemërgjansia e shqiptarëve që të bëjnë për këtë iniciativë do të shkojnë në fondin e lidhja e miqve të atë Fishtës në diasporë, pra tonë botën e jashtme, sidomos në Amerikë, dhe e thash Zoti, si tha Zoti Nistinishtaj, edhe dy bashkëbiseduesit, Anika dhe Noni, kjo është një lidhje në mes të kalumes dhe tashmes dhe të ardhshmes. E dëshirojmë që dhe inkurajojmë, nuk kam, I have no reservation, nuk kam rezervim mos më kërkuar ndihmë. Nuk është vepra ime, nuk është vepra e Niks, nuk është vepra e Stivit, nuk është vepra e Nikolas, është vepra e gjithë neve për renomen, për vlerën shpirtërore, kombëtare, letrare të atë Fishtës, e sidomos sikur dhe theksova përpara, për mos më gjatë, është dhuratë për ju, trivet, që ju ta keni, ju ta ruani, ju ta shmoni. Ashtu si më ka lënë mua pak të Danieli, më ja ka lënë dhe tjere me siguri, me e kom ruajt 50 vjetë, edhe ju do ta ruani këtë 50 vjetë tjera, ashtu që së 200-300 vjetë Lahuta e Malsis ka me ushtua, jo vetëm në Malsi, në Kosovë, në Shqipëri, por ka me ushtua edhe për rrugat e botës të emigracionit shqiptar, ku zemra shqiptare guflon me dhimbje për dashninë e vendlindjes. Ky është qëllimi ynë. Më ndihmoni ta realizojmë këtë ëndër, që japim merën Patër Fishtë, kemi ndërtuar kisha, xhamia, qendra, salla, borë, rruga, një prej tyre në ashtu në rrugën e Kshevës, elektrifikime, qendra komunitare,
por unë mendoj që është koha që të përshëndrohemi edhe në nevojën kulturore, edhe shpirtore, edukative, e kuptohet, kur mos me harrua, të patriotizmit, bashkimit, kombëtar, një tokë, një Shqipni, një nanë, një gjuhë, një gjak. Ju faleminderit. Po, ja, vetëm të jap replikën dhe... Si kjo kryevepër që është shumë simbolike edhe ky prototip, edhe ndoshta ndihmoj të kamerameni me marrë më afër, ky prototip e ka i simbolikën ta. Sparit e ka flamurin e parë që ngrit prej dhe xhelulit në Deçic, mas 500 vjeç me 1911. Ky flamur, sepse gjithësisht ai ishte prift në Malsi dhe inspirimin e morën nga kryengritësve, kryesisht nga Marashuci, që ishte në anën e Hotit, në anën e Shqipërisë, domethënë se Hoti është i ndarë në gjys. Ky flamur, sipas shkrimtarit Jaho Brahaj në librin e tij Flamurin e kombit shqiptar, për herë të fundit që pa në publik ishte kur u mbulua arkivoli i Gjergjfishtës me të. Domethënë këtu e ke lahutën, sepse kjo është epik që edhe knohet, jo vetëm se lexohet, po knohet në lavd dhe ashtu disa në dialekt i thonë lahut, po ne i themi lavd se u thuar lavd herojve dhe historisë dhe u ruajt historia e popullit shqiptar me lavd, lahuta e Malcis, ashtu si u shkrua botimi original, dhe flamuri i Deçicit që mbuloi arkivolin e Gjergjfisht. Dhe mbrenda keni hartë të veriut të Shqipërisë dhe ndoshta edhe si një studios i gjeografisë ose kush i intereson se deri ku janë trojet etnike ose gjuha shqipe jashtë kufive të shtetit aktual, e shet këtu kufit e krahineve të Malsis, andej kufinit në Maltezi, si që janë Gruda, Koja, Trieshi dhe ajo pjesë e Hotit. Po, shumë e bukur. Shumë e bukur. Ashtu që jo vetëm, domethënë, si një njeri i pasionuar në poezi, në gjeografi, në histori, ky libër është në mendimin tem kryevepra, ose pe përdori pra fjalët date e Bibla e kombit shqiptar. Goja. Shiko, është misioni juaj është shumë i bukur. Misioni juaj është i bukur dhe unë shpresoj që ju të keni suportin e sa më shumë vetave, jo vetëm në nuk po e mbyll, se duket se është mbyllje, se kam dhe një pyetje. Po, do ja them pak profesorit që misioni është shumë i bukur dhe shpresoj që jo vetëm të keni suportin e individëve të rëndësishëm, se ka individ që kanë peshë të madhe për të suportuar, por keni edhe suportin e popullit në aspektin e masës. Më kupton atë suportin moral të popullit, atë vullnetin e popullit për të bashkuar kauzës. Sepse vetëm ashtu do të kemi persona të tjerë si ju që do të kenë këto ëndra që t'i bëjnë të mundura në të ardhmen. Nëse mundem me thonë vetëm me ndërhy sikur edukator, qëllimi jonë mbi të gjitha është që me dhënë zemrës dhe shpirtit të rive dhe të rejave shqiptare, me dhënë arsyen e vetë vlerësimit. Këtu e quhen self-esteem. Nuk ka njeri në botë, jam i bindur, e kam pa krejt botën, nuk ka njeri më të aftë, më të dashtëm, më të njershëm, më të shuhet, më të zgjuhet, më të trim, më mikpërës, as më gati me dhënë jetën për mik e për dhe se është njeriu shqiptar. Pra, qëllimi është që mos që neve të largohemi dhe të japim juve në dorë, ju ta kemi burimin e ujit të rrjedhur nga besht e nalta të Alpeve shqiptare, që është zemra e Gjergjfisht. Kjo është qëllimi. Është e rëndësishme që më përmend konceptin e arsyes, se patriotizmi i arsyes është i fortë. Mund të bëjmë patriotizëm folklorik gjithë ditën. Do të motivoj popullin, motivimi do të shuhet. Shpresoj. Arsyeja është ajo që jeton përgjithsisht.
Tani, është një hap është i nevojshëm kur ju vini përpara komunitetit me një grup, kur ju vini para komunitetit të organizuar, kur ju vini me vizionin dhe me misionin që thatë, dhe me objektiva që thatë, kur ju vini dhe me filozofinë, sepse kjo është, për mua është filozofi e gjitha. Është një filozofi që na çon deri objektivit të përbashkët. Ju sillni një produkt, nuk po them produkt në kuptimin e parë, një produkt edhe shpirtëror për komitetin, po dhe produkt fizik, që është libri edhe çdo lloj kuptimi që ka ja produkt. Këtë produkt që ju sillni, sigurisht këtë produkt vjen në tregun tonë shpirtëror për të arritur një zgjidhje. Okej? Dhe nëse ky produkt vjen për të arritur një zgjidhje, do të thotë që ekziston ka një problem. Tani problemi na çon te kritika. Do dëshiroja shumë sikur të na jepni një kritik për se si kemi bërë gjërat deri më sot. Sepse nëse do të kishim bërë gjërat mirë deri më sot, mbase as nuk do ishte nevojë që ne të ishim këtu sot. Nëse do që do të ishte mirë. Po të që çdo që mirë mbase mund të ishim bashkë, po do ishim me ndonjë lokal, duke parë ndonjë ndeshje. Po nuk jemi aty, jemi këtu duke promovuar dhe duke luftuar për veprat e fishtes. Pra ka një problem. Ka diçka që nuk shkon. Si mund na thoni një kritik qoftë për komunitetin këtu, ju e dini pastaj, ose për shqiptarë në gjithë diasporat në botë në përgjithësi. Zgjedhja juaj. Një gjë. E kam përjetuar vetëm disa projekte që kem bërë. Çdo gjë e bësëllë në malësien, në tona kote historisë Shqipënisë, shqiptarëve, ka fillua me pakicë. Adin? It's not easy, si që thojnë Amerikanë. It's not easy. But it starts somewhere. This word, fishta, lahut e malësisë, we should not be able, this should have been done, si që thojnë. But here we are. I believe that we've come a long way. Last 20, 30 years, we've come a long way. We have the Northern Albanians, Southern Albanians, Central Albanians, Macedonian Albanians, all in all. We've come together around this flag. This is just a bolstering effect. This is the essence of the Albanian movement in many ways. So, it's never going to be easy. We can lay down and say, yeah, come e ba Nikolasi, come e ba Tedi, but everybody has a hand in this. Edhe besoj që ka ardhur kohë që tanjem gati, tanjem guximtar, tanjem interesuar për me çuani kombin një nivel tjetër. Domethënë ju thoni që unë do ta them më të drejtë për drejtë që ne kemi pritur që dikush t'i bëjë gjërat, ndërkohë të vetit që do t'i bëjë gjërat e mundura jemi vetëm ne. Pra, dhe ai ka qenë problemi i historisë tonë, që ne historinë e kemi të shkruar nga tuajt. Apo jo? Historia është shkruar nga tuajt. Nuk ka pas vetëm tuajt të këqij, ka pas tuajt mirë. Ka pas tuajt dasha mirë, dasha keq. Po ka qenë një luftë mes tuajsh. Ne kemi qenë spektatorë të cirkut dhe kemi parë se si valvitet historia jonë në bazë të dy krave dhe në bazë të periudhës historike të caktuar. Iniciativa të tilla na nxjerrin jo spektator, na nxjerrin protagonist të kulturës tonë dhe na takon, se është protagonist i kulturës tënde. Është përgjegjësia jote, është edhe krenaria jote. Dohet më thojë diçka së të parë? Po, më duket se tha i huaj heri mirë, heri keq, por kushdo i huaj është okupator në atë tokë. Si italian, si... Jo, nuk flas për tokën. Por, deshta edhe këta, i kritik për diasporë nuk kam. Se s'ka asnjë gjë, asnjë lëvizje që është bërë në Shqipëri, Kosovë ose në viset e shqiptarëve në Malzi, në Macedoni, në Greqi, që nuk ka pas dorë diaspora në atë punë. Do me thonë, si rrugë, si gjana humanitare, si bursa për studenta, si do me thonë, çdo shtëpi që ka përfituar. Dhe nuk kam kritik për popullin që i qëndron besnik atij vendit dhe për ata të rinjt që mundojnë me krijuar një jetë në vend vetë, sepse ata janë shpresa e kombit në kontinentin evropian, në trojet tona shqiptare, janë ata që i betën besnik tokës shqiptare. Po kritikën më të madhe e kam se nuk ju çuditëm për shembull malazezëve, a serbëve, a macedonëve, a grekëve që nuk investojnë në artin ose në kulturën ose në vetë popullin shqiptar, sepse ata i keman mik me shekuj. Por kritikën e kam
ndoshta për përfaqësuesit e dy shteteve shqiptare që nuk e shohin me rëndësi me investuar në këtë popull që ka marrë pak frymë të lirë tash, bela po thojmë qysh rënjes komunizmit në Shqipëri dhe qysh marrimit luftës në Kosovë me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e kem marrë i fije i frymë dhe çka kem prej liderat asgjë nuk kem prej tyre. Domethënë gjitha këto lëvizje fillojnë dhe marrojnë me diasporë, po deri kur mund me mbajt kështu? Se diaspora po plaket, rinia ndoshta nuk i interesohen të gjanat. Deri kur duhem me majt ata me patriotizëm? Po nuk u interesua rinia diasporës për këto gjëra, kalon kritika dhe diaspora pastaj. Mos ma kalo këtë. Vërtet, kemi pasur rolin kyç në kemi pasur rol kyç, është një rol që vazhdojmë ta kemi. Jo duke folur për Kosovën që u bën nga ne këtu, jo duke folur për Shqipërinë, jo duke folur për kontributet, po edhe kontributet monetare aktuale që nisin për familjarët atje. Për çdo gjë nis nga diaspora, shumë diej u kanë ardhur nga diaspora, do vazhdojnë të vinë nga diaspora, por nuk ekzistojnë marrëdhëniet jo reciproke. Janë gabim. Dhe në këtë rast shteti shqiptar dhe shteti tardan duhet përmbushin detyrimet mbas kushtetues për të mbrojtur kulturën tonë këtu. Sepse po nuk e mbrojtëm ne këtë kulturë këtu, në të ardhmen nuk do i gjëna më pranë atë dheut. Sepse të rinjtë do ta kenë harruar kauzën. Dhe nuk do jetë më ajo diaspora shqiptare që e kemi mbajtur me një emër të lavdishëm. Dhe një diaspora shqiptare që ka humbur. Pra nëse ata nuk i përgjigjen kësaj, do të jetë në dëmin e tyre në afatgjat, sigurisht në dëmin ton, po më në afat shkurtër për rinin ton aktuale. Për ta mbyllur, Rita. Me ju dua ta mbyll. Dua ta mbyll me ju, po mund përgjigjet edhe kur doj. Wow, thank you. Unë jo, do të jap edhe një gjë, do të jap edhe ju e dini vetë mbylljen, por unë uroj që fuqia e artit që këtij personi të madh të ndryshojë zemrat dhe shpirtrat e shqiptarëve këtu dhe t'u japi atyre vetë dijen mbi të gjitha. Mund doja ta bëni ju mbyllje, po dua një mbyllje artistike. Ka mundësi? But Well, as an artist, our main thing is we observe. We are part of the world, yet we are observing the world. And so obviously as an artist, I see creation, I see colors, I see... And Fichte, a strange thing by reading this book, many years, is I see this young man when he first started, when he spent time with Marashutsi in the mountains, and he's telling about the great epic battle of Urarjanitsa and these others. And I see this young man so inspired by these stories. I feel I have a sympathy and empathy with him. He loved Albania. In many ways, this book is really a love story. Strange. He's in love with his culture, his people, his land. And the talent he was given is in words and in leadership, because he was a great speaker as well. And he inspired others. And he continues to inspire. So I've done a lot of paintings inspired by reading Fichte's book, Levita Mercedes, and I plan on doing more. And so, to all of our talents, whoever we may be it a diplomat, professor, teacher, businessman, and activist, of course, and myself as an artist. Fichte speaks to all of us. And so, we have obviously Judge Castiglione as our founding father, but in a modern age, the founding father of the Albanian state, as we know it since independence, must be Fichte. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet dhe jam plotësisht dakord. Founding father I fundit duhet të jetë Fichte, me këtë jam plotësisht dakord. Kjo godet edhe shumë propaganda tjera që vinë përdallë. Thot shumë kjo. Po, ata që din historinë e kuptojnë, ata që nuk e din do ta kuptojnë, apo jo? Ky është qëllimi. Po. Ka ndonjërin e justifikuar? Kisha të cekja diçka. Në komunitetin tonë kemi shumë njerëz biznesmen që mendimin e Zotit edhe të krahët e tyre janë bërë thoshë edhe milionera.
Neve kishim pas mundësinë që të shkonin direkt te njerëz që njohim, gjithë prej nesh, edhe ti pyesim ato direkt, si thonë ta direkt, a mund të mi japësh sepse kam këtë dëshirë ose kemi këtë dëshirë të vënë. Por neve kemi vërë sepse kemi dëshirë që gjithë diaspora së bashkut të jetë pjesë ashtu Se e bën afatgjate. e bën më afatgjate. Po. Ashtu gjithë thonë që edhe unë kam pjesë në ribotimin e kësaj vepre luksoze, sepse edhe unë kam lënë diçka pak nga djersa ime, një pikë djersës ime është këtu, edhe së bashkut me te familja ime, apo trashëgimia familjes ime, fëmijët, nipat e mesat, do ta kujtojnë e do të thonë që, sepse si që përmendë dhe bashorti im, ato do të kenë edhe certifikaten, çdo njeri që do të bëhet pjesë e këtij ribotimi, do të jetë certifikata e cila do të jepet në emër të grupit organizator, por më tepër në emër të Padërbashkut, sepse siç e thamë, Randi Francescan e kanë të drejten e ribotimit dhe në emër të tyre do të shkojë certifikata. Dhe kam dëshirë t'ju bëj gjitha grave shqiptare që e ndjejnë në zemër se kanë dëshirë të japin kontributin e tyre, të bashkohen së bashkut me mua si grua dhe të bëjmë këtë vepër, këtë ribotim dhe të vazhdojmë me tjera të cilat i kemi bërë plan që të ribotojmë në të armën. Të falenderoj shumë që përmende atë të strategjisë që i keni zgjedhur, se është më e rëndësishme. E para njerë më krijon mua dhe aty është ndjekë rëndësishmëri të grupit. Është një grup i cili diç bën. Nuk ka vetëm për të marrë vlerësim. Gjithë. Pastaj kjo që më the shumë e rëndësishme. Para se fillim më tha që doja edhe një kishte edhe Po, e kam një si me thonë kërkesë edhe këshill, me këshillën për faleminderit, Patërgjës Fishta thot, por Pashkt e Bajram i festojmë, por në Shqipëri bashk e kem. Deshta me thonë dhe me theksu që kjo iniciativë nuk është vetëm për segmentin, sikurse e theksoi zotëri Nishtaj të besimit katolik. Unë ndryshoj që drejt për drejtit dhe publikisht me gjithë zemër të drejtohem komunitetit islamik në Harperwood, të drejtohem komunitetit islamik në Taylor, dhe më thonë të qes Bektashiane, kemi një lidhje të jashtëzakonshme dhe 50 vjeçare drejt pas Baba Recepit, me kishën ortodokse, me vëllezërit të fesë ortodokse, të gjithë së bashkut jeni të mirë se ardhur, sikur se tha bashkëtia ime, të merrni pjesë në këtë diamant, për të cilin ju masandej mund të krenoheni, nuk është fetare. Kjo është vepër kombëtare. Pra të arsye ju thras dhe ju falenderojmë, si thonë Amerikan, in advance, përpara, për çdo kontribut dhe ndihmë që ju e bani për këtë iniciativë. Dhe Zoti e bekoft popullin shqiptar, Zoti e bekoft Kosovën e lirë, malësinë e shkretë të rëbnun, Zoti e bekoft Amerikën, e Zoti një moftë edhe ata, që nuk na duhen të mirën, por mos pashtin çka më na bën. Shiko, falenderoj që ke vetdijen që pavarësisht bindjeve je i vetdijshëm dhe i ndërgjegjshëm që Shqipërinë e keni të bashkë, e ashtu do ta mbrojmë vërtet atë. E thash Zotin. Isha edhe i gjatë që bella kem harrua. Kanë më botuar vetë 4 a 5.000 libra, por 5.000. 5.000. Por jem tash in negotiation të me bado back and forth conversations me Amazon. Tash ka anë e shtëpisë botuese se kem caktua hala, që ka ashtu fol me 2-3 kompania. Yes. Por pas që caktojmë atë shtëpinë botuese, atë në besoj që kemë me pa access në Amazon që shqiptarë në Australi, shqiptarë në Londër, shqiptarë në... Kur të merrni aksesin në Amazon, do ta kontaktojmë Do t'ju ka rrjeteve të
televizionit që u arrita Thuaj me 12 që takimi. Thuaj me 12 6 gjysmë në Kish Shpallit. Kërkoj falje do të shpalli zotni Sinishtaj me rëndësi takimin. Po, kemi takimin me zyrtar të grupit edhe janë të ftuam kushdo që do të marrë pjesë. Për me njoftua, po, të mujt tetor, do me thonë me 12 tetor në kishën e Shënpalit në Rochester Hills në orën 6:30. Unë do jem aty. Po, mirë se vjen edhe faleminderit shumë prej tejet për këtë intervistë. Edhe herë po them Absolutisht. me 12 tetor në kishën e Shënpalit, në sallën e kishës Shënpalit në orën 6:30, dhe me thonë është ajo kish me shpall si kick-off meeting e këtij projektit më rëndësi, ndoshta kemë i përsërit do gjana edhe kemë shtu edhe gjana që i kemë banë në këtë bashkëbisedë. Letë përsëritëm, se. Po, bravo. Okej, pra, atëherë këtu kemi ardhur drejt fundit të emisionit Qëndrim, ku bashkë folëm jo vetëm për atë që njerëzit mund të ishin përgatitur, jo vetëm për veprën e fishës, por folëm për një filozofi autetare drejt suksesit dhe zhvillimit të komunitetit tonë këtu, çdo diasporë shqiptare në botë, por edhe edhe më. Me këtë filozofi dhe duke qenë të bashkuar se sigurisht Shqipërinë e kemi bashkë të arrijmë suksesin dhe idealin tonë kombëtar që kemi patur që prej kohës së lirëve dhe fatmirësisht kemi njerëz që e trashëgojnë edhe më sot. Ju falenderoj gjithëve që na ndoqët dhe shihemi sërish të shtunën e ardhshme në emisionin Qëndrim. Mirupafshim.